tjetri është më i mas dhe shërben, është një dron inteligjent i cili shërben për kontrollin e terrenit dhe për të kryer bombardime me bomba të vogla dhe inteligjente. Do prodhohen këta dronë këtu, do mbahen aq sa duhen për sistemin tonë të mbrojtjes dhe do shiten dhe në tregun botëror. Kompania Elbit pranon që brenda vitit 2030, domethënë më përsipër deri në vitin 2030 të organizojë këtë prodhim, të kryej prodhimin e këtyre mjeteve që të bien dakord për të prodhuar dhe me stampën Made in Albania. Do bërë këto prodhime, është rënda po të gjitha përkimet, do ketë financimin nga shteti nga ajo agjencie e famshme të frakshme dhe do bërë dhe prodhime të tjera, municionet të ndryshme që do kërkojnë duke ecur gradualisht gjatë rrugës. Si fillim do ngrihet industria, linjat e prodhimit, do testohen, do bëhen prodhime të kufizuara për të përmirësuar teknologjinë e prodhimit dhe për të parë cilësinë e produktit që del nga linja, pastaj do fillojë prodhimi masiv për vendin tonë dhe ndoshta edhe për Izrael dhe për vende të tjera. Këto janë parashikimet. Për të thënë, tani që kjo kompania është në pritje për të filluar nga veprimtaria konkrete. Në qoftë trekëndshi ku do bazohet industria do jetë Meksi, Gramshi dhe Poliçani. Në të tre këto vende që kanë qenë bazat e industrisë ushtarake do rigjallërohen dhe do fillon të bëjnë këto prodhime që thamë. I pari do jetë organizimi i prodhimit të këtij topitobus Howitzer 155. Do thashë është standardi i NATO-s. Është një armë e fuqishme, dhe cila ndërkohë preda në distanca, preda të zakonshme në distanca 30 deri në 40 km, gjuan me preda inteligjente, reaktive, tip raketë të vogël, që shkon deri në 60 km, dhe me preda të veçanta inteligjente e Excalibur që kanë një precizon të jashtëzakonshëm. Për shembull, mund të gjuajë në distancë 50 km dhe saktësia e goditjes është plus minus 5 metra nga objektivi që ke parashikuar në hap. Të janë preda inteligjente të përrisur me GPS, gjithë sistemi monitorohet me një kompjuter balistik që drejton gjithë procesin. Arma është vendosur në një kamion, domethënë është një artilleri vetë lëvizës, që vendoset mund të bëjë zjarr edhe duke ecur. Në kamion të zakonshëm 6x6, ecur me shpejtësi deri në 90 km/h. E gjithë kjo pajisje monitorohet nga 3-4 vete. Nga brenda qyteteve nuk besoj se gjuhet, vetëm zëm në rast hipotetik lufte vetëm hipu fitare. Po. Ai nuk përdoret veprime të thjeshta, është për luftë frontale dhe gjuhetin hapje zjarr në thellësi të kundërshtarit. Dhe vetëm që ka një kosto të lartë, një grup, për shumë një sistem tjetër, një grup koston rreth 5 milion euro. 5 milion euro? Një grup që ka 12 armë të tyra, një kosto të gjatë. Natyrisht, kjo do provohet në bashkëpunim me kompaninë Elbit dhe para do dalin nga shitje e tyre, sepse NATO e ka në armatim standard dhe ka nevojë për këtë. Nuk është për të habitur se ne kemi patur armë të njashme me këtë, kemi patur një Topobus 152 mm, diçka njashme me këtë. Natyrisht, prodhime të viteve 70-10, po. Paralel me këtë do prodhohet dhe një nota 120 mm, analoge me këtë, të kryer ullim zjarri deri në
10 km, 7 deri 10 km. Edhe kjo e vendosur në automjet, lëviz, hap zjarr në çdo drejtim, dhe në momenti që unë diktohet nga kundërshtari, ai çvendoset në shpejtësi dhe nuk kapet, nuk bie dot në kurset që nuk në shtrohet goditjes me artilleri ose aviacionit të kundërshtarit. Pra janë armë pjesërisht tekstuara nga operacione luftfarake që ka kryer Izraeli, dhe janë domethënë fjala e fundit e teknologjisë ushtarake që do aplikohet këtu dhe që do shkojë në sistemin e NATO-s. Pjesa kryesore është droni. Paralel dhe janë dronat. Dronat do bëhen aty për qoftë, ka qenë uzina dhe ka mundësi të riaktivizohet për vjen pajisje të tjera. Dhe droni në fillim do prodhohet ai droni i vogël i monitorimit të ambientit, droni Manix, i cili është i letër mund të përdoret dhe të telekomandohet nga një ushtar. Mendohet që vitin, nëse do fillojë viti që vjen, do bëhet një parti testuese, do provojnë rreth 10 sot të tillë, dhe Ministria e Mbrojtjes ka në plan që në vitin 2027, kur të bëhet këtu samiti i zgjeruar i NATO-s, monitorimi i ambientit do bëhet me këta dronë Prodhin, Madein, Albania. Si vështirë më duket, po? Jo, kjo është planifikuar. Tani, në qoftë se kompania izraelite është gati për filluar, ajo mund të vijë sot, në qoftë se ti e hap rrugën.